Një minut. Ja fillon të mbrohesh. Jo. Pyet shqiptarët, çfarë ishte Shqipëria në 97 dhe çfarë ishte Shqipëria 2005 që dorëzuan socialistët. Pastaj morën lindesën. Që gjithë shqiptarët do merrin lekët që kishin lënë atje. Jo, e ke gabim. Se po ashtu, po prapja abuziv, edhe më vjen keq. Po nuk jam abuziv. Po nuk mund të jemi absolut i nderuar profesor. Nuk është vetëm siç thoni ju. Nuk është bardhësi. Un kam logjikën dhe faktin. Fatos Nano bëri një gabim të madh që premtoi në Vlorë. 3 minuta më vonja të shky, më ka marrë mua BBC, a isha ministri financës. Më tha, si qëndron kë? Jo, i thash, nuk kam për të kthyer lekët. Kryeministri ka folur me metaforë. Dhe po të ishte që ne do të hapsonim nga ajo që premtoi Nano, ne fituam 2001 dhe në 2005 Po në 2001 kishte ato historitë e zgjedhjeve, po... Po, unë isha kandidat për bazë Metës për kryeministrin, Parti Socialist. Po, Malaj, për ta shtrirë pak më shumë, edhe atë çfarë donte të thoshte Flogerti. Nuk e dia që ishte kaq i deformuar. Në idenë e dikur Parti Socialiste dhe Parti Socialiste sot. Nëse flasim për numrat, Flogerti me të drejtë thotë që sot Partia Socialiste me Edi Ramën ka 4 mandate. Po 24-tin në shtator. Dhe 850.000 vota. Dhe 850.000 vota që realisht edhe me 2000 kuti të hapura. Pra, nëse flasim aty ku nisi Flogerti, pragmatist, socialistët sot duket sikur janë më të shumë. Tani, nëse duan të hyjmë analizës, janë me dhunë, janë për bukën e gojës, janë për dashuri, janë për nuk e di për 1 miliard arsye. Jo, analizë realiste për fatet e vendit gjatë ditës. Dhe realisht, askush nga Partia Socialiste nuk mundi të kishte... I kërkonin votën e kushurisë diaspor. Askush nuk mundi të kishte arritur 4 mandate në radhë. I referohet institucioneve ndërkombëtare, ka thënë FMN-ja kështu, ka thënë Bashkimi Evropian kështu. Sot Bashkimi Evropian të hap kapitujt breshërit. Po çfarë është hapja kapitujt? Po ç'është është hapja kapitujt? Pra varet në çfarë pozicioni do të jetë. Kur je në qeveri, je në pozicion mbrojtës. Kur je në opozitë, je në pozicion sigurues. Sa një integrimin e vendit tënd, se kështu për të folur me inteligencë artificiale. Mbi fakte. Po ka 25 vjet profesori i integrimit evropian dhe një me rënjë. Ç'është hapja negociatave? Është proces burokratik, jo politik. Po pra. Projekt politik ishte hapja, ku që hapi marrëveshjet për Bashkimin Evropian? Politik. I hapi Partia Socialiste 2003-shin, ka Romano Prodi këtu. Po bën sikur nuk e kupton çfarë po të them. Dhe po luan kartën e moshës që jam i ri. Faleminderit që jam i ri. Po je i ri, të ke nevojë të lexosh. Po, kam lexuar ty, ju dhe gjithë kolegët tuaj, i kam lexuar. Ose s'ke kuptuar ato që ke lexuar. Tani, në qoftë se nuk të pëlqen ty, juve, i bie që dakord e lëm dhe kështu. Unë për respekt moshës siç ta nisa, unë e lë këtu debatin me ty, por nuk është ky thelbi. Ky është thelbi. Që ti deformon analizën historike. Unë nuk deformoj asgjë. Ju kur ishte BE-ja mirë, kur ishte BE-ja mirë për ju në 2004-ën, hapeshit me nderësh dhe thonit ka thënë BE-ja kështu për ne. Sot kur flet BE-ja për Edi Ramën mirë, ju thoni tu është po kur thot Marta Kos për Shqipërinë, o vlla. Thot Marta Kos për integrimin. Për Shqipërinë, pra, për Shqipërinë e Edi Ramës, për narkoshtetin o po. Për narkoshtetin e Zotit Malaj edhe të Sali Berishës. Ore, nuk ma akuzon doti për narkoshtet se ti e Kalamako bëri dhe Aja pra, ti ke ardhur, ti e një analist pizza taksi që ka ardhur bësh i shërbim dhe bëje. Po jo të më ofendosh ti mua, të më qesh mua ti pjesë e narkoshtetit. Ka vërë jetën time në riskun për ta përkëtë. Ku ju ofendo? Ti s'ke bërë asgjë. Ky pizza taksia, para 5 minutash ishte ai që respektoi edhe ndiqje në për debat. Të ndjek në debat. Që unë e vrikose i nderuar, e humbe të ruan, e lëm me kaq se nuk të nderon. Ndjekja nuk do të thotë se e lëm me kaq se nuk të nderon. Nuk të nderon. Që parë më respektoi edhe më ndiqje, tani u bëra pizza taksi se mendoj ndryshe nga ju. Pra profesor që nuk pranon mendim ndryshe. Unë kam jetuar mendimin ndryshe Parti Socialiste kur tjetë kishim frikë. Atje për plasë, po këtu nuk jenë Parti Socialiste. Po, unë janë në Republik, atje vendos diktatin me sa kuptoj. Si që do të vendosë shtu, po këtu nuk e vendosë do të, me mua jo. Unë vendosë logikën, jo diktatin. Atere, duke u nisur nga Se cili nga ne ka kreditetin publik në tregun opinionit publik, dakord?